Atëherë faleminderit I nderuar kryeministër, të nderuar ministra e deputet, I nderuar ministër zoti Rihoti, siç fatkeqësisht kemi parë edhe në të kaluarën, në shumë vend punishte nuk respektohen kushtet për sigurinë e punëtorëve në punë dhe si pasojë, sipas disa dhënave që ekzistojnë, rreth 234 punëtorë kanë vdekur në vendin e punës që nga viti 2004, apo mesatarisht 15 deri në 20 punëtorë vdesin në vit. Në këto statistika kryeson sektori I ndërtimtarisë që del tjetë sektori më I rrezikshëm I punës në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, një problem aktual sa I përket punëtorëve të sektorit privat, sidomos në disa kompani të pastrimit dhe sigurimit privat, e në disa prej tyre që madje kryejnë shërbime edhe për institucione, është mos respektimi I ligjit për pagën minimale. Duke e ditur që edhe numri aktual I stafit inspektues nuk është I mjaftueshëm, pyetja është, a parashihet rritja e numrit të inspektorëve këtë vit dhe nëse po, kur pritet bëhet afërsisht? Ju faleminderit. Rregull, fjala është për ministrin Hoti. Faleminderit nën kryetar Gola, nderuar nën kryetari, nderuar kryeministri I Kosovës zoti Kurti, deputet të nderuar, kolegë ministra, të respektuar qytetar. Është kohë shumë e shkurtër dhe po mundohem shumë shpejt të kthej përgjigje, por më lejoni që fillimisht të shpreh keqardhjen time të thellë për çdo rast tragjik të humbjes së jetës në vendin e punës. Çdo vdekje në vendin e punës është një humbje e rëndë për familjen, shoqërinë dhe vendin tonë. Aksidentet me fatalitet në vend të punës për shkak të neglizhencës dhe mos plotësimit të criterieve të sigurisë janë të papranueshme, prandaj për këtë arsye ne kemi ndërmarrë masa urgjente dhe të menjëhershme për rritjen e sigurisë në punë. Me vendim timin është iniciuar një aksion I jashtëzakonshëm siç e keni parë javën e kaluar inspektues në nivel vendi, me qëllim të ndërmarrjes së masave të menjëhershme dhe emergjente për rritjen e nivelit të sigurisë dhe shëndetit në punë, me fokus të veçantë në sektorët me rrezikshmëri të lartë. Aksioni po zbatohet gjithë territorin e Republikës së Kosovës me fokus në kantierën ndërtimor dhe aktivitetet me rrezik të lartë. Ndërkaq që inspektimet realizohen në mënyrë intensive për fshirë ditët e festa dhe jashtë orarit të punës. Të nderuar deputet, ky aksion tashmë ka dhënë rezultatet e veta. Në statistika këto janë 182 inspektime për një javë, 79 vend punishte, po e përsëris 79 vend punishte janë vendosur shirita dhe është ndërprerë puna për mos respektim të kushteve të sigurisë për punëtorët, në 56 të tjera janë dhënë vrejtje. Kjo fundi tregon dy gjëra. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më parë që nga shpallja e pavarësisë në Republikën e Kosovës, po flas për një aksion në këtë nivel dhe me një kapacitet kaq të madh ndërhyrje ndaj shkelësve të ligjit. Dhe e dyta, ne nuk jemi kundër bizneseve, sepse ne e dimë rëndësinë e bizneseve për ekonominë tonë, por mbi çdo biznes, mbi çdo fitim është jeta e qytetarit dhe për këtë pas inspektimit që kemi bërë disa biznese apo inspektorati që ka bërë disa bizneseve, 63 vend punishte, 22 prej tyre janë lejuar rifillimin e punës pas plotësimit të masave të sigurisë. Megjithatë, është e qartë se përballë këtyre sfidave, rritja e kapacitetit të inspektoratit është e domosdoshme. Në këtë drejtim, paralelisht me aksionin që në terren, jemi duke ndërmarrë hapa strukturor. Po zhvillojmë procesin e digitalizimit të inspektoratit përmes platformës e-inspektimi, e cila do të rrisë efikasitetin, transparencën dhe mbushmërinë e inspektimeve. Rritja e numrit të inspektorëve në fakt ka qenë dhe është edhe pjesë e planit tonë të paraparë dhe në programin e prezantuar para qytetarëve në dhjetor të vitit 2025 dhe inkuadruar në programin të qeverisë në këtë vit, pra në 2026. Aktualisht jemi në fazën përgatitore për shpalljen publike për rekrutimin e inspektorëve të ri me qëllim të forcimit të kapacitetit në terren. Gjithashtu jemi në fazën përgatitore të një fushate gjithëpërfshirëse, sensibilizuese, e cila do të synojë ngritjen e vetëdijës tek bizneset, ashtu edhe tek punëtorët për rëndësinë e respektimit të standardeve të sigurisë dhe shëndetit në punë. Ndërkaq në raport me respektim duket që ka nevojë edhe pak kohë ministri. Gjysmë minute. Në raport me respektimin e pagës minimale, Inspektorati Qendror I Punës ka trajtuar me prioritet të gjitha rastet që janë raportuar, duke realizuar inspektimin në terren dhe duke verifikuar zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi. Në këtë rast janë evidentuar situata që lidhen me raportet kontraktuale ekzistuese ndërmjet kompanive dhe institucioneve të Kosovës, për të cilat janë dhënë udhëzime dhe kërkesa për harmonizim me legjislacionin e fuqi. Në fund, për t'ju përgjigjur drejt për drejt pyetjes tuaj që bëhet, po rritja e numrit të inspektorëve është e paraparë dhe pritet të konkretizohet brenda këtij viti apo më mirë me thënë brenda këtij muaji, paralelisht me reformën ligjore të digitalizimit të sistemit
dhe veprimet që i shpjegova më herët. Faleminderit.